e kam një formulë të tillë, një gjatë tillë. Do të thotë e kam mbi 15 nxënësa për një mësues. Do të thotë, gabimet që unë po mendoj që komplet çështja është e gabuar e asociacionit dhe gjithë kryetarëve që kanë marrë pjesë, aq më tepër e kryetarit të kryeqytetit i cili e ka degraduar kryeqytetin dhe ka prunë një falimentim komunën, ku po shohim edhe tërheqjen e donatorëve kryesor, siç është KFV-ja nga projekti i Termokusit, e po ashtu edhe nga projekti i KRM pastrimit, ku për shkak të keq menaxhimit dhe keq përdorimit të parave publike, po rrezikojmë qindra miliona që donatorëve që mos t'i marrim edhe si komuna regionale, të pas parasysh që është interesi jonë që të lidhemi edhe me kogenerimin, edhe KRM pastrimin ta kemi funksional, ku si komuna regionale jemi duke mbujtur pasojat e një keq menaxhimi pikërisht nga kryetari i kryeqytetit, i cili ka aksione kryesore të ndërmarrje, i cili del sot bën thirrje për protesta kundër qeverisë, për shkak të dëshmimit vet. Por ai po thotë se dëshmimin e vet don me delegu në nivelin qendror. Njëjtë ka bëu edhe vitin e kaluar në kohë fushatën me ndërmarrje publike lokale, qoftë me stacione autobusave dhe trafikun urban. Do të thotë njëjtë po tenton ta bëjë edhe tash, por qytetarët duhet ta dinë. Na jemi të thirrur për mbrojtje të interesave dhe për të punuar për interesin e qytetarëve të tyre, për çështje lokale. Nuk kemi nevojë me u përzim në nivelin qendror. Ti kryejm punët tona të shtëpisë. Punët tona të shtëpisë janë shërbimet më të mira për të cilën jemi të thirrur edhe me ligjin për veçqeverisje lokale, edhe me votën direkte të qytetarëve. Zoti Prebreza, unë të falenderoj për kohën. Edhe një sqarim sa për informacionin e ju, është bërë gjithmonë temë, edhe nga asociacioni në kujtoj para 2 mbledhjeve, se e kemi dërguar në nivelin qendror, në gjykatën kushtetuese, rregullorën për domosdoshmë